Në Pogradec u zhvillua një trajnim mbi edukimin financiar për gratë dhe vajzat rurale. Trajnimi u realizua nga ekspertja doktore Aldona Minga, e cila udhëhoqi sesione dhe diskutimet mbi menaxhimin financiar dhe fuqizimin ekonomik të grave. Aktiviteti mblodhi gra e vajza nga zonat rurale të bashkisë Pogradec me qëllim rritjen e njohurive dhe aftësive të tyre në menaxhimin e financimeve personale familjare. Gjatë trajnimit u trajtuan tema të rëndësishme që lidhen me planifikimin financiar, hartimin dhe menaxhimin e buxhetit familjar, kursimin, përdorimin e shërbimeve financiare dhe marrjen e vendimeve të informuara për financat personale dhe familjare. Një vëmendje të veçantë ju kushtua mbajtjes së llogarive financiare për gratë e vetpunësuara dhe ato që zhvillojnë aktivitete private ekonomike. Përmes ushtrimeve praktike dhe diskutimeve në grup, pjesëmarrësit patën mundësi të analizojnë situata konkrete, të identifikojnë sfidat financiare me të cilat përballen në jetën e përditshme dhe shkëmbejnë përvoja mbi mënyrat e përmirësimit të sigurisë ekonomike dhe mirëqenies së familjeve të tyre. Një kontribut të veçantë gjatë aktivitetit dha Mimoza Shuli, nënkryetare e Këshillit Qarkut Korç, e cila ndau me pjesëmarrësit informacionin mbi punën dhe iniciativat e ndërmarra nga ky institucion në mbështetje të grave dhe vajzave. Një nga temat më të rëndësishme të trajtuara gjatë trajnimit ishte llogaritja e drejtë e kostove financiare për produktet tradicionale dhe artizanale që prodhohen nga gratë e zonës. Trajnimi shërbeu si hapësirë ndërvepruese për nxitur vetbesimin e grave në menaxhimin e financave dhe për të theksuar rëndësinë e edukimit financiar si një faktor kyç për fuqizimin ekonomik dhe rritjen e pavarësisë financiare. Përmes këtij aktiviteti u synua forcimi i kapaciteteve të grave dhe vajzave rurale për të marrë vendime të informuara financiare dhe për të rritur pjesëmarrjen e tyre aktive në jetën ekonomike dhe sociale të komunitetit. Aktiviteti u organizua në kuadër të projektit Lifelong Empowerment for Rural Women Through Skills and Inclusion, financuar nga UN Women dhe zbatuar nga Instituti për Ndryshim dhe Leadership në Shqipëri në bashkëpunim me organizatën partnere Unë Gruaja Pogradec.